Atëherë ju faleminderit për vëmendjen, interesin dhe për cilën aktiviteteve tona politike. Sot mbajtëm takimin e përbashkët të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të kryetarëve të degëve në vijimësi të zgjedhjeve të reja nacionale të 7 qershorit. Folëm për proceset, përgatitjet partijake, themelimin e shtabeve në secilin degë dhe përgatitjen e listës zgjedhore të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me votim në këtë trup, dakorduam që këtë të shtune të thrasim Këshillin e Përgjithshëm të TDK-s për të finalizuar gjitha çështjet që lidhen me pjesën përgatitore zgjedhore. Pika e veçantë e këtij takimi ishte edhe natyrisht bashkimi i madh për cilin po flasim, e për cilin jemi angazhuar, e njoftova edhe kryesinë dhe kryetarët e degëve me procesin e drejtanishëm. Votuam dhe u dakorduam që të formalizojmë tash tutje në bashkëpunim me Vjosa Osmanin garimin e përbashkët në zgjedhjet e ardhshme. Po për këtë më jepni edhe disa ditë të finalizoj diskutimet dhe me zonin e Osmani për të përfunduar në një votim formal në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm. Pra kishte dakordim për idenë e bashkimit, kishte dakordim për garim të përbashkët, kishte dakordim për shumë gjëra që i kemi diskutuar deri më tani dhe në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm do t'i formalizojmë këtë çështje në detaje. Çka është ajo që ka mbetur pa e finalizuar nga negociatat me zonin Osmani? Me siguri një kafe e shkurt, miqësore, për të bërë përgatitjet bazike, formale, teknike. Nga bisedimet që keni pas deri tash me zonin Osmani, cilat janë kërkesat e saj, pasi është përmend që ka si kusht themi kështu që të radhitet në 10-ën e parë, a kërkon emra specifik në listë, sa vende ja keni lënë? Asnjë kusht me Vjosën s'kemi pas. Por nuk është relacion kushtëzimesh, është relacion i kuptimit të nevojës së përbashkimit të gjithëve brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ky përbashkim nuk kupton që ne ndërtojmë relacione mbi mirëbesim. Dhe përderisa kemi mirëbesim dhe kemi vizion të përbashkët, nuk flitet për kushte sepse s'po flasim për relacione kushtëzuese ndaj njëri tjetrit. Pra shumë ato raportime kanë qenë të pasakta, i kemi diskutuar edhe unë me të shpesh, por kanë qenë të pasakta. Tani kemi vullnetin e LDK-s për të finalizuar këtë marrëveshje dhe për të finalizuar një listë përbashkët. Besoj më jepni pak kohë që ta finalizojmë zyrtarisht, sepse kjo është vetëm çështje e Lidhjes Demokratike të Kosovës, duhen dy për një marrëveshje. A jeni gatshëm të lironi pozitën e parë ose bashkë se listës me qenë Vjosa Osmani? Pa asnjë problem. Jo, kjo çështje s'është për mua. Besoj që Vjosa Osmani duhet të jetë kandidat jashtëshqyrshme dhe më e duhura për presidentin e Kosovës. Besoj që populli i Kosovës e dëshiron një gjë të tillë dhe jam i gatshëm që bashkë me kolegët tonë dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës t'ia mundsojmë vetes, popullit të Kosovës, Republikës sonë një kandidaturë të tillë. Prandaj renditja në listë për mua nuk ka fare rëndësi, përderisa gjejmë një modalitet që funksionon, që fton njerëzit të bëhen pjesë e këtij rrugtimi, që ngrit shpresë për Republikën e Kosovës, edhe në fund që e ngrit edhe vizionin dhe programin politik Lidhjes Demokratike të Kosovës drejtimin e duhur.